fillosh detyrën duke shkelmuar kushtetutën, duke përjashtuar të gjitha hapësirat e përcaktuara nga kushtetuta, damkos në mënyrë përfundimtare veten tënde. Tregon se nuk je gjë tjetër, vetëm një sekretar mjeran i kreut organizatës kriminale të Shqipërisë që ka emrin Edi Rama. Shkelmimi i kushtetutës është shkelmim i vullnetit qytetarëve shqiptar të gjithë spektrit. Shkelmimi i kushtetutës është një puç që i bëhet librit të shtetit. Vetëm e vetëm se ju doni me shpejtësi të lani dur si Pons Pilati pas krimit që kryeni. Si ka mundësi? A keni ju çfarë të thuash njerëz që lexojnë kushtetutën? A keni këshilltar që paguhen të lexojnë ty kushtetutën dhe rregullorën e parlamentit, e cila për parlamentin është kushtetuta e parlamentit, është ligji më i rëndësishëm i vendit pas kushtetutës, për aq pesh sa ka parlamenti në jetën e shtetit dhe të vendit. Ky është një provokacion i ulët që ju bëni rendit kushtetues të vendit. Ky është një provokacion i ulët që i bëni qytetarëve të këtij vendi, që i bëni opozitës së këtij vendi. Akti turpshëm. Çfarë do thotë kjo mor? Çfarë keni ju kushtetutën? Statutin e partisë tuaj të krimit e keni atë që sillin këtë mënyrë? Prandaj dhe merr vendimin, mlidhi këshillat dhe të zbatohet kushtetuta. Të zbatohet kushtetuta. Ka kërkuar fjalën procedurë zoti Taulant Balla.